إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati që Allahu Azza wa Jall stolisi njerëzimin, një ndër begatit më madhështore, aq vëllezër të ndershëm, ku Allahu Azza wa Jall përzgjodhi që Islami të jetë feja jonë. Edhe më tej sot flasmi inshallah me temën se Islami nuk mboshtet kurrë, cilët janë faktorët dhe sekretet se Islami s'ka mundësi të mboshtet. Ajo që lajmëroi Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, që tregoj se dhe tha Allahu Azza wa Jall huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al mushrikun. Thot Allahu Azza wa Jall, është Allahu Azza wa Jall që dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim dhe me fe të vërtet. E vërteta nga dhënjen çdo herë vëllezër të ndershëm, edhe pse do pësohet periudhë pas periudhe, siç ka thonë Ibn Qayyim se Islami nga dhënjen çdo kohë dhe çdo vend. Mirë, Allahu Azza wa Jall ka rasje që Allahu Azza wa Jall e ligështon me një vend fen për t'i sprovu njerëzit se cili është besnik nga ato dhe cili është gënjeshtar. Pra do dhe të ndershëm, Islami është nga dhënjes, nga se e vërteta nuk ekziston askund pos tek feja Allahut Azza wa Jall që Allahu e përzgjodhi për mbar njerëzimin. Pra thot Allahu Azza wa Jall liyudhhirahu ala ad-din kullih. Islami nuk ka ardhën vetëm për një rast dhe vetëm për një moment, po Islami ka ardhur që nuk kufizon. Islamin s'ka pika gjeografike që kufizon Islamin dhe që e ndal. Pra dhe pejgamberi Allahut në veçanti para lajmëroi se në akhiri zaman Islami është nga dhënjes dhe realizohet premtimi Allahut Azza wa Jall. Se Islami vëllezër të ndershëm nuk boshtet asnjëherë. E para që është e vetma fe që Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedhur për mbar njerëzimin. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë ardhur me Islam. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë në Islam. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë vdekur me Islam. Pra e vetma fe që pranohet tek Allahu Azza wa Jall është Islami. Pa krijuesi tokës dhe qiellit e ka përzgjedh Islamin. Dhe treguam në hitbën e kaluar, ku Allahu Azza wa Jall e përmend begatin më madhështore që ja ka dhuru njerëzimit. Thuaj se Allahu Azza wa Jall nuk ka përmend Kur'anin e Kerim. Allahu Azza wa Jall nuk është lavdëruar në Kur'anin e Kerim me diçka që ja ka sjell njerëzimit për ndonjë begati tjetër pos Islamin. Pra thonë të Qatada që është Islami i plotësuar, i përmbyllur, që nuk ka mangësi në ta. Islami është që nuk ka mundësi që të shtohet diçka në ta, dhe i vetmi Islami që e gëzon Allahun Azza wa Jall dhe s'ka sistem si bërfaqen e tokës
që mund të arrin gëzimin dhe pëlqimin Allahut Azza wa Jall për Islamit. Pra lejo të ndërshëm, Islami është mrekullinë vetë. Kjo është një ndër faktorët kryesor se Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedhur dhe ai mbikëqir këtë tokë, e nuk janë njerëzit të cilët e mbikëqirin këtë tokë, ato të cilët e mbikëqirin këtë tokë janë të përkohshëm, ndërsa Allahu Azza wa Jall është i përhershëm. E dita nga ajo se Allahu ka garantuar dhe ka thonë: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne jemi ata që e kemi shpall dhe kemi zbrit Kur'ani Kerimin, dhe ne do ta mbrojmë dhe do ta ruajmë Kur'anin. Thot Ibn Taymija, njëri prej dietarëve islam, si e kanë quajtur Sheikhul Islam, ruajtja e Kur'ani Kerimit nën kupton se ruajtja e fesë Allahut, ruajtja e Islamit, nga se Kur'ani Kerimi nuk përmban diçka tjetër vetëm se Islamin në mënyrë të tërësishme. Pra është mrekulli vëllezër të ndërshëm se ky ligj, kjo kushtetut ti përshtatet çdo kohë, ti përshtatet çdo zamanim, ti përshtatet çdo njeriu, dhe ti përshtatet çdo zakoni dhe çdo gjendje. Nuk ka sistem si varfaqen e tokës, dhe nuk ekziston ndonjë kushtetut e cila nuk përpunohet nda, që nuk ndryshohet ajo, që nuk votohet dhe nuk heket dhe nuk rënohet, përveç se Islami është fe e cila i ban mbar njerëzimit, nga se është e përzgjedhur prej anës Allahut Azza wa Jall. Pasi që Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedhur këtë fe, gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka marrë përsipër që të harun Kur'ani Kerimin. Për këtë arsye sot Kur'ani Kerim, falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, që nuk e kemi asnjë shkronjë që ka arrit dikush ta shton në ta. S'ka arrit askush që të manipulon me ta. S'ka arrit askush që të mangëson diçka në ta. S'ka arrit edhe shtremça që kanë tentuar ta shtremojnë kuptimin e Kur'ani Kerimit, sot e kësaj dite s'ka arrit që ta shtremojnë kuptimin e Kur'ani Kerimit. Janë përpiqur që t'i hekin disa ajete që nuk i përshtatet politikave të ndryshme të tyre. Megjithatë, vëllezër të ndershëm, ne në këtë shekull apo shekullin e kaluar, kur amerikanët u përpiqen që ta përpilojnë një Kur'an, ne jemi dëshmitar se asnjëri prej atinve, asnjë kopje e atinve nuk ka shit për shkak se ju dështoi para se dalën treg. Pra vëllezër të ndershëm, ky Kur'an është i mbrojtur prej anës Allahut Azza wa Jall. Për këtë rahasia Islami nuk poshtet asnjëherë. E treta faktor, vëllezër të ndershëm, dhe kjo është shumë e rëndësishme, se Islami nuk ka ardhur në kundërshtim me natyrshmërinë e njeriut. Dhe kjo është falënderimi më i madh që ja vojmë Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu nuk na ka prun diçka në Kur'ani Kerim që ndeshet me natyrshmërinë e njeriut. Këtë e ka potencuar Allahu në Kur'ani Kerim dhe ka thonë: Fitratullahi allati fatara an-nase alayha. Kjo është natyrshmëria që Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriun. Pra Allahu Azza wa Jall në çka thërret në Kur'an, a nuk është Allahu që thërret në drejtësi dhe lufton pa drejtësinë, dhe kjo është natyrshmëria e njerëzve të logjikshëm, njerëzve të shëndosh. Nuk po flas për njerëzit e sëmur dhe njerëzit e ligë. Pra natyrshmëria çdo sen që natyrshmëria e njeriut e pranon, e ke në ta në Islam, e ke në Kur'an. Çdo sen që ndeshet me natyrshmërinë e njeriut, Kur'ani Kerimi e ka luftuar dhe suneti pejgamberit Allahut. Për këtë arsye martesën e ka preferuar pejgamberi Allahut, mirë martesën me ngjinin e një llojit e ka luftuar fe Allahut. Kjo nuk ka natyrshmëri, vëllezër të ndershëm. Për këtë arsye biznesin halal e ka legjimituar Allahu Azza wa Jall dhe ka preferu, ndërsa kamatën Allahu Azza wa Jall e ka luftuar, nga se nuk është prej natyrshmërisë. Nuk është, vëllezër të ndershëm, prej natyrshmërisë dhuna, ndërsa prej natyrshmërisë është drejtësia. Prej natyrshmërisë është mëshira. Pra ata çdo sen që është e më përputhshmërinë me natyrshmërinë e njeriut,
Gje gjejmë në islam, pse bota sot me të madhe, janë që shfletojnë librin e Allahut dhe kalojnë në islam nga se vetëm islami që përputhet me natyrshmërinë e tyre. Njerëz të lexuar e kuptojnë se këj libër nuk ka mundësi të përpilohet nga njerëzit. Ne përjetuam disa vite kohën e koronës, ku na mësojshin se si mi la durt. Mësojshin njerëzit si me la fytyrë. Ndërsa Kurani Kerimi na ka ardhur neve qish herët na ka mësu jo vetëm duart edhe fytyrën me i la, po me pasru gjithë trupin pastërti. Na ka mësu Islami derisa transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Transmetohet me një transmetim nga Ebu Hurajra që thot pejgamberi Allahut e kam pa një njeri që shetitte në xhennetin Allahut. A dini vëllezër, tha pse u shetitte dhe u dëfëro ke kin xhennet. Çfarë vepër kish bo kin jetën e vet? Tha e kish prej një pemë. Çfarë pemë ka prej ki njeri? Tha e kish prej një deg të pemës që ju pengon të njerëzve në rrugë. Pra pjesë e islamit ton është pastërtia, pjesë e islamit ton është largimi çdo pengesës në rrugë. Ka thonë pejgamberi Allahut se imani është shumë deg, ma shumë se 70 deg. Një ndër degat e vëllezër të ndershëm është me largu një pengesë prej rruge. Pra vëllezër të ndershëm, sikur që ne ta përfillmi islamin, s'ka më i nevojë sot pa jaka me pas në për rrugë. Megjithatë vëllezër të ndershëm, ne e dim se islami se si e ka eduku, derisa Omeri radiallahu an, i cili thonte: mjeri ti Omer, nëse një dele e thënë kama në Irak, ndërsa Omer ibn Abdulaziz ishte në Medine, mjeri ti si keme dal për Allahut azze o gjell, edhe ka me të pyt Allahu azze o gjell, o ti pushtetar dhe qeveritar, o ti që i kërkove votët e njerëzve, aja rafshove ti atinve rrugën që të hecin baktia lirish në ta. Dërsa ne që ka të flasmin sot për neve më bleqt edhe njerëzit të cilët geropët janë bon si kur me qenë tunelën ta. Pra leot të ndërshëm, kja është islami natyrshmëris. Na po flasmi për në islam që e koptojnë se natyrshmëria e njeriu të leot të ndërshëm ka arrit deri në skajshmëri, para me ndonë e vëllezër edhe kimat e flokës që i banë kokën tonë, në islam ka ardhë në regullim. Ka thonë ja e ki kejt, ja le i kejt. Mos u banë alabak, gjisa i run e gjisa i len, për çkak se kjo është pa drejtësi e kimës e flokës tonë. Kja është islami që na krenomë me ta dhe dim se armaria i takon islamit, nga se përputhet me natyrshmërinë. E s'ka dyshim se natyrshmëria e botës ka me ekzistu, ndërsa gjdo lajthitje dhe gjdo deformim, ajo është kalimtar dhe s'ka mundësi me ekzistu. Islami, vëllezër të ndershëm, s'ka mundësi të mposhtët për çkak se islami anë palën e drejtësisë. Derisa thonë te Ibn Taymija, Allahu ja mundson një shtetit jo islam të mbijeton nëse ai drejt, dhe nuk ja mundson të mbijeton në një shtet islam nëse a zullumqari pa drejt. Pse ju keni dilema se Israili do të zgjate për një metë që ka të shumë gatë? Kjo ka qenë plani Trumpit fundit. Tradhtia e muslimanëve qeveritarëve që nënshkeruan me didur, për fat të keq dhe ata të cilët për shkak votave dhe për shkak masës bërtitshin dhe ne nuk lejojmë dhe ne ndalojmë. A e pa vëllezër të ndershëm, pa i lexuan fare 21 pikë në taj nënshkeruan dhe u pajtuan që të realizohet ajo që tha pejgamberi Allahut, do të ekziston një palë ndihmuese prej anës Allahut. Mos lipni ndihmë prej askujt pas Zotit tuaj. Jo jeni nga dhimbtar, jo jeni fitimtar, përderisa Allahu Azza wa Jall është në palën tuaj. S'kan me ju bën dëm tradhtar që ju tradhtojnë, dhe ata të cilët ju shgënjejnë, nuk ka ditë
Dhe këtë javë që janë tradhtu muslimant ma shumë se dhe prej atynve që i kanë strehuan, janë solidarizuan dhe kanë piskatën dhe kanë bërtit. E para herë në histori ndodhë që gjithë mbarë, pa përjashtim të askujt, i kanë tradhtu muslimant në Washington me vetë e vledhë të ndërsh. Sot vërtet, të dojnë që të mbulojnë pa pastërtin të cilën e nënshkeruar mi po, ma në menu vledhë të ndërsh. Se ka ngellë vetëm një javë dhe pas kësaj jave, inshallah, fillon Allahu Azza wa Jall të shpalos, Allahu ma mire dynë, Allahu të shpalos kudratin e vetë, Allahu ka desh neve me na tregu dherin këtë pikë, kush janë ata të cilët janë në palën e drejtësis dhe kush janë zullumqart, të cilët i veshin petkat e bardha mi po i kanë zemrët e zeza. Do të shifni se si vendim Allahut Azza wa Jall, për shkak se Islami vëllezër të ndershëm, Islami është nga dhjimtar, ndëgjon e këtë hadith të pejgamberit Allahut, dhe le të ndëgjojnë të gjithë ata të cilët dojnë me triumfu, le të ndëgjojnë të gjithë ata të cilët dojnë me nga dhënjë. Nuk kemi ardhur le të ndërshëm në këtë vend që të bëjmë qefin dikujt, apo të flasmi për hatër dikujt, mirë po këto kritika unë që po i përceli për vedisim, këthim dhe ringjallje për çkak se Islami nga dhënjen, me ne dhe pa ne. Ne do të pitë më për Allahut Azza wa Jall për këtë emanet se sa e kemi përcel. Ndëgjoj këtë hadith dhe transmeton Ibn Majah. Dhe ndëgjone nëse e mirëni këtë hadith të pejgamberit Allahut për sot, inshallah do t'ju maftoje që ne ta shtim në praktik këtë hadith të pejgamberit Allahut. Transmeton Ibn Majah që ka një hadith që e transmeton Jabir ibn Abdillah, një shoku pejgamberit Allahut. Kur u kthyen muslimanët nga Etiopia, pejgamberi Allahut e lavdron të mbretin e Etiopisë, edhe pse ai në atë kohë nuk ishte musliman. Për ata për fat keq ne kena bo model, na po falmu, na po bëjmë namaz, na jena ma të mirë. Namazin tanë e ke për vetën tonë. Ne mirë që i ban Allahut Azza wa Jall namaz dhe i na i dojmë dhe pushtetarët dhe qeveritarët krejti për ullën Zotit të tyre. Mirë, po nuk është e mjaftosh me veç me bo namaz, nuk është e mjaftosh me veç doa, po nuk është e mjaftoshme nëse ta shef hajrin të qertë të cilët janë për rreth teje. Pat pejgamberi Allahut e lavdëron të këtë Nëgjashiun i cili i strehoi musliman në kohët kritike që ndëroi me to. Dhe Allahu Azza wa Jall e shpërblejti atë në dunja dhe në ahiret, ku Allahu ja zgjeroi gjoksin dhe e bani musliman, po ma madhështore që nuk ka ndodh asnjëherë në histori, që pejgamberi Allahut ja fal gjenozën një të vdekurit që nuk ka prezent përveç se Nëgjashiut. Nuk e ka fal gjenozën as kujt, as shokëve të vetë të cilët nuk kanë vdek pranë pejgamberit Allahut. Ja ka fal Nëgjashiut. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut i shmirnjos ndaj atyre të cilët që ndojnë me të drejtit. A pejgamberi Allahu ishte mirënjohës ndaj atyre që i strehojnë të shtipurit. Pejgamberi Allahut ishte ai i cili na tregonte për vlerën e atyre që sakrifikojnë dhe nuk heshtin dhe veprojnë dhe i strehojnë njerëz e dobët. Para Jabir ibn Abdillah transmeton se pejgamberi Allahut tha kur u kthim pe Etiopie, po pyet pejgamberi Allahut cili nga ju na i tregon dhe një ngjarje të çuditshme që ka përjetuar në Etiopi. Ta diçka çuna të ri tha i tregun pejgamberit Allahut që kanë pa diçka më të çuditshme. A di cila çështje ishte më e çuditshme? Që ato se pa të përjetuan kur në jetën e vet dhe ishte e frikshme njëjtën kohë atë të cilën e përjetuan. Tha njëri pe atyre, ja Rasulullah, tha ishte një gru e plak e vjetër. Ishte një gru e vjetër e cila e kishte një enë uji që barte uji mbi kokën e saj. Me transmetim thot e ka vatmor një shtag dhe e ka nuan dhe i ka qitën duart mbas dhe po hec. Tha o ngrit një quni ripi për mas edhe shtini ata
edhe ajo ra gujza urzu dhe ju thi pjata ena që e kish mbi kokë ju thi. E pastaj kjo grutha u ngrit, ju drejtu ki Gjaloshit tha, do ta dish o tradhtar. Do ta dish o tradhtar ditën ku Allahu Azza wa Jall ka me zbrit kursijen ditën e Kiametit. Kjo gru po flet me Djaloshin që e tradhtoi dhe jerpi për mas, e goditi ketan shpinën e saj. Të gjitha ata që goditi dhe tradhtojnë le ta morin këtë mesazh, edhe pse në sinin ton këto janë shumë të rëndomta. Mi bëndëgjone që ka thot pejgamberi Allahut, tha o tradhtar që më shtin e bimbas, tha do të dish të ditën e Kiametit, ku Allahu Azza wa Jall do të zbret kursijen e ti në tokë, dhe Allahu Azza wa Jall e vendos arshin e ti, ku Allahu Azza wa Jall i ndal gjuhat që të flasin, do dëshmojnë kam dhe duart për tradhtin që më ke bon. Ta do të dim si do të ndjetë çështja ime dhe jotje. Na do të dojmë pazarllëkit për Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut i skuqet ftira, thot sadakat, sadakat, të vërtetën e ka thonë, të vërtetën e ka thonë. Thas që ka mundësi që Allahu ta shenjtëron një popull. A ka mundësi Allahu ta shenjtëron një popull, përderisa ata nuk lëvizin, nuk veprojnë dhe nuk flasin, që të morin të drejtat e dobëve të tyre nga të fuqishmit të tyre. E ju që të tradhtuat gazën, a jeni të lumë të në shtratët e juaj, të cilët jo që qëndruat me të doptit, jo në nshkeruat dhe u pajtuat, që të fuqishmit dhe zullumqar dhe mizorat, që të vazhdojnë gjithashtu gjenocidin e tyre, që vetëm 3-4 dit kanë afat, për ndryshe do t'i hapmi dirët e xhenemit thuajse, që 2 vite i kanë pas të hapër dirët e xhenetit. Dirët e xhenemit vëllezër të ndërshëm i kanë pas të hapër me pohimin e tyre, që e pohuan se aq armi kemi dhonën ne, jehudëve qifudëve, si kur që me pas egzistu territor, 10 herë më i madhë se Gaza, do t'ishte shfaros, ama nuk e kuptojmë sepse ende ato gjallë, ala ka njerëz gjallë. Leo të ndëshëm do të kuptojnë dhe këta të cilën në shkeruan dhe tradhtuan, do të kuptojnë ditën kur takon me Allahun Azza wa Jall, edhe pse unë i paralajmëroj atyre se stohia zjarit të fëmijëve, inshallah, ka me ja kapën, ka me ja kallë dhe pallatet e tyre, ka mi kallë dhe presidentet e tyre, ka mi kallë të gjithata të cilët janë bashkëpunëtor dhe pjesëmarrës tradhtinë e tyre. Vëllezër të ndershëm, Islami nga dhënjin nga se Islami qëndron në palën e të drejtit. Islami e lufton pa drejtësinë me të madhe. Për atë vëllezër të ndershëm, Usame ibn Zeid, një djalosh më i dashur te pejgamberi Allahut, para mendoni, pejgamberi Allahut Zeid ibn Haritha e ka gjetë rob, e pastaj e ka liru dhe e ka dash derisa e ka bo bir shpirti. Pastaj Allahu Azza wa Jall zbret ajete që nuk lejohet që njeriu të merr bir prej qëtërkujt. S'ka gjuna më i madh se me ia dhon dikun fëmijët, ama s'ka dhe gjuna me pranu ndonjë fëmijë që nuk është fëmia i tij. Se automatikisht nën kupton se ki është më bujar se Allahu. Allahu s'po jep, ki po jep. Allahu s'po jep, ki po jep. Ki me përshkur në vetën e vetë se më bujar, e kuptuat pse vëllezër të ndershëm. Të gjitha ata që janë dhëru, të gjitha ata që janë morë, ndoshta pa di Allahu i falt, po nuk kanë pas bereqet në jetën e tyre nga se janë një gjuna i madh. Pa pejgamberi Allahu dol para publikisht dhe tha që janë xhalim kur ai Zeid ibn Haritha nuk pranoi që të shkon te babai vet, po të jeton me pejgamberin Allahut dhe pejgamberi Allahut e marton ke Zeid ibn Haritha me vajzën e hallës së tij. E pastaj lind Usame ibn Zeid dhe kjo është tregimi i gjatë. Pejgamberi Allahut më shumë që e ka dashur në jetën e vet pas Ebu Bekr Siddiku Zeid ibn Haritha, e pas Zeid ibn Haritha Usame ibn Zeid,
Këto janë ditë të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye një gëru që i fut e vjedhi dhe vendosën që t'ja prejnë dorën, thanë kush ka mundësi të ndërmjetëson të pejgamberi Allahut që të falet kjo gëru e cila ka vjedhën dhe ka morë pronën e që tërkujt në e ka morën dhe e ka përvetësuën. Thanë nuk ka mundësi që pejgamberi Allahut që merë në konsiderat ndërmjetësimin e dikujt përveç se Usamës. Dhe Usame ibn Zeid dhe të ndërshëm shkon të pejgamberi Allahut dhe polemizon pejgamberi Allahut i dhërohet. Tha jo Usame, po ndërmjetëson për një rregull sheriatik, po ndërmjetëson për një çështje që Allahu azza wa jalla ka prerë dhe ka vendosur. Tha ndëgjoja Usame dhe let ndëgjojnë gjithë ata që kanë me jetu dhe në ditën e gjikimit, let ndëgjojnë. Ata që u shkatëruan para nesh, ishin për çkak se ishin klasifikim. Nëse vjedh të njoni pasor e falshin ata, e amnistojshin ata, e lirojshin ata. Ndërsa nëse vjedh të njoni shkretja prejshin dorën. A kuptot belaja vledhët të ndërshëm nga në ven neve. Për këtë arsye ju e dini o morin aj që e vjedhi bonkën i lirë, ndërsa aj që e vjedhi një kërë kash 6 vetë në burg. Edhe kjo përsëritet për ditë. Kush janë në burg dhe kush ruajnë dhe kush janë ata pranë gjikatër. Janë ata të cilër kanë gabu pak, ato që kanë gabu shumë, ato të gjithë janë të lirë vledhët të ndërshëm. Kështu shkatërohet një umet nëse mungon drejtësia. Pejgamberi Allahut ndëgjon e vëllezër, nuk e la me kaç që ta kupton umeti se pejgamberi Allahut nuk njifte askënd kur është në pyetje drejtësia. Tha pasha Allahun, pasha atë që shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij Fatimia, e bia ime, dashura ime. Me pas vjet, ja kisha prej dorën, s'ka ndërmjetësim në të cilën thohat drejtësi. Para të lejo të ndërshëm ki islam është islam i drejtësis. Para të thonë të Abdullah ibn Mubareki se islami nga dhënjen, sa do qovë që armik të islami të jenë të fuqishëm, nga se islami në vetëm e ngrisin, nga se islami është në vetëm rekolli, nga se a simboli drejtësis dhe luft e pa drejtësis, e s'ka dishim se drejtësia e ka imrin e gate, pa drejtësia e ka imrin e shkurt. Lësim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të ban leje që drejtësia të mbizotëron dhe pa drejtësia të merë fund, mizoria të çfaroset dhe të ngadhnjejnë populli drejt dhe të fundosen populli pa drejt. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, Islami ngadhnjen jo pse neve na kanë. Po Islami posedon elementet e ngadhnjimit që nuk i posedon asnjë sistem sipërfaqen e tokës. Për këtë arsye Islami ka shku aq larg vëllezër të ndershëm, që Islami ka bon balancin mes dunjos dhe ahiretit. Pra nuk na ka lip neve Islami që të qëndrojmë 24 orë në xhami dhe t'i lidhmi raportën vetëm me Allahun azza wa jall. Mirë po Islami ka bon balans që njeriu gjithashtu të përfiton, të gjallëron, të vepron, të punon dhe këtë dunja. Ja pra një ngjarje për të shkurtu vëllezër të ndershëm, edhe pse kemi me thonë shumë këtë kontekst, një hadith që të ndodhi me Selman el Farisius dhe Ebu Dardas. Selman el Farisiu dhe Ebu Darda pejgamberi Allahut i pat vëllazëru në Islam. Dhe kur shkoi Selman el Farisiu ta viziton Ebu Dardan dhe po bashkëshortën e Ebu Dardas ishte mërzitur dhe e pyeti se çfarë është çështja e tyre. Dhe ajo i tregoi se Ebu Darda është ai i cili për çdo ditë agjeron dhe natën falet. Atëherë Selman el Farisiu e korrigjon vëllavin e vet. Ullet në kafijall dhe thot bujrën, thot jam agjerueshëm, thot vëllahi nuk hapa ongër ti.
E pasi që ja qel agjerimin, e mëson Selman el Farisio, e korrigjon vëllavin e vetë, dhe i tregon se Islami nuk ashtu ti qish e kupton, po Islami ban balans mes dunjas dhe akiretit. Tha vëlla i dashër, Zoti jot ka hak, jepje Zotit tën hakin e vetë. Kone namazit është haki Zotit tën, ti që e grabit në punën tëne për ata bereqetit ti e ka mu të ngrit. Se Allahu Azza wa Jall të thërret ndërsa ti 5 minuta dhe 15 minuta se një non qelsi se bashkë atere i kam mishterit. Qovë nëse s'janon qelsin se gjadën me vete se kije për çkak se si ka dek babagji e kena qut e vorët edhe se di ka u bashk me tabutin, do me thonë si babagji si të vdese, në ketë në shpi dhe ketë lokal dhe ketë vend nuk bot mo namaz. Hakin e Allahut mos të nda me shtin hamarin tanë, nga se ta mik pasurin të cilën dhe gjerzën tane që e ke fitu. Para ta tha Allahu ka hak, jepja hakin Allahu tënë. Nefsi jot ka hak, shneti jot ka hak, ke mo pit për Allahut Azza wa Jall për shëndetin tanë sa e ke rujt. Tha dhe familja jote ka hak, jepja hakin çdo njanit prej atyre. Kur ndëgjon pejgamberi Allahu thot sadaka Selman, të vërtetën e ka thot Selman. Erdhën 3 njerëz te pejgamberi Allahu, njani prej atyre tha unë, tha inshallah kur e pon se pejgamberi Allahu po bani ibadet, si të arrim në shkallën e pejgamberit Allahu, tha njani prej atyre tha unë kam vendos me ngel beqar, ta një jetën tha ibadet me bo. I diti prej atyre tha unë kam me agjeru sa që jem gjallë, dhe i treti prej atyre tha kam me bo namaz natës, kam me flet. A dini se pejgamberi Allahu kur e ndëgjoj ketë u i dheru pejgamberi Allahu, a në vend se ne mu lafderu asu mu gëzu, pejgamberi Allahu t'i dhërohet dhe tha une jam ai cili e njof Zotin tem ma mirë se gjdo kosh, une jam që e njof fen Allahut ma mirë se gjdo kosh, une jam që i freksona Zotit tem ma shumë se gjdo kosh. Me i dha ta une agjeroj dhe qeli. Une jam ai cili baj namaznate dhe pushoj dhe une martona, ai që e len sunetin tim nuk ashtë prej me, ai që nuk jam model për ta, nuk ashtë prej me. Pra leo të ndërshën faktor të shumë t'janë që cilët na tregojnë se Islami ka me ngadhni për shkak se Islami është i vetëm Islami a që bën barazi. E amere Allahut hitë bën në haqëtul wada e majt i tha ojo njerëz të gjithë keni një zot, të gjithë keni një bab, të gjithë jeni me një prej ardhe për Ademit a.s. Ska dalim mes Arabit dhe i Arabit, ska dalim mes të ziut dhe mes të kuqit, përveç se me devotshmëri. Barazia vetëm në Islam ledhë të ndërshmë. Për këtë arsye këtë barazin e manifestojmë gjithashtu dhe në sabët, që kush anë sabin e para i që ven ma herët. Nuk ka vledhë të ndërshëm këto të pijat kuqe të shtrume dhe pse në kone komunizmit na u patërmushe dhe gjamit me të pijat kuqe që elbet aj që e banë të shtafetën e titës mos po na ven për bajram me që shlojmë venin që bojmë ati rezervimin. Pra leo të ndërshëm për këtë arsye në Islam kejt janë të barabartë. Ma i miri për atinve është ma i devotshëm për Zotin e vetë. Dhe Islami është nga dhimtar, nga se Islami gjithashtu kujdeset për rrethona që i ke për rreth. I vetë me Islami është kujdes. Për ata s'ka të drejta të gjikon ai cili nuk i din rrethonat, karakterat, ai që nuk i din natyrshmërinë e njerëzimit. Aisha transmeton e cila thot arabët ishin e kishin një zakon arabët shumë të keq. E pishin alkoholin si kur shqiptar që e pin cigarë, ndërsa dhe jashkosh. Arabët e pishin alkoholin vend të ujë. Thonë të Aisha radiallahu anha, me pason pejgamberi Allahu dhe me pason len alkoholin, kishë i thonë kur se lam. Mirë po tha Allahu Azza wa Jall, a ishte a i cili kishte në konsiderat rrethonat e njerëzve. Për këtë arsye erdhën ajetet të cilët flitshin për ahiret dhe besimin Allahun, derisa tha ju kalit imani në zemrat e tyre,
kur u kalit imani në zemrat e tyre, erdh halali dhe harami, edhe ata në manirë graduale, ku Allahu Azza wa Jall i korrigjoi ato dhe tha: ju jeni ata të cilën e mjellni hardhin, ju jeni ata që e shitni rrushin, vërtet ju keni përfitime për asaj. Mirë po domi është më i madh se ajo. Pastaj erdha jetët të cilët thoshin se mos bani namaz duke qenë të dehur. Mos bani namaz duke qenë dehur, dhe arabët e pishin natën, ndërsa ditën s'pishin se i bashin namaz. E pastaj kur erdhë vendimi i prerë i Allahut Azza wa Jall, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuh. Alkooli, bigjozi dhe kejt këta janë prej veprave të shejtanit, a jeni ka e lini. Për këta sa lojrat e fatit unë deri frikë si kam kuptu se çka punë e këtire njerëzve. Interesant, a i shkon hup dhe e din se hup apet se në le. Ajo ishte në Kur'an. Kur'an u leo të ndërshëm ashtë. Dhe shumë shpejt, inshallah, do të publikoj planin e atinve që dëshirojnë që i largohen këtire lojrave të fatit që gjdo sokak dhe gjdo skaj dhe gjdo mahal na i kanë stërmbushën dhe na i kanë helmurinin ton dhe armarin ton. Për leo të ndërshëm kjo vepër e shejtonit. Shejtoni nga cëmonë, si mos të lujsh në ditë shkon dita drejt. E din se hup, e din se shkatrosh, e din se sëre qëllon shtaqën kur nuk të bentije, po me gjitha ta pahin ta se le. Si kur më kujtohet njoni cili e këshpi alkoholin shumë, edhe mes punës ati, edhe shtëpis kishëllu një kafe me alkohol, dhe një ditë të të bolë mo, se e shkatrova trupin tem, e mora në qafë familjen tim edhe pelon. Edhe ki vërtet të kur kalon para kafës, nefsi nuk e shtin t'je kafe, kur shkon 100 metre, thot, masim ki dal fer, pa ta qaros një selon. Pra leja të ndërshëm këto që e qarosin shejtonin e tëre. Pa atë kozritën këto ajete e lëndon mund të ona, jeni ka e linim, Arabët, muslimanat, shok të pejgamberit Allahut, e lanë deri se derdhën gjdo sen që e posedoni, rrugë të Medinës u shëndëruan lumë, me pasar këto ajetet para, Aisha tha nuk i kishin praktiku. Pra Islami është që ti e gjithashtu kanë konsiderate, dim ti e se si e hafizi Koranit. Për këta si e Allah s'ka lip ti bo hafizi Koranit që be bo namaz. Po ka thonë mësoj 7 ajete, së nëpi mësoj që ato me 3 ajete, me inna ata inna, amun është me mësu, së me mësoj dhe që ata. Falo mos e len namazin, thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dhe kjo ka arë në hadith dheri ta mësojsh. Pra Islami nuk ka arë diçka që është Iran. Parasish Allahu Azza wa Jalla rrethonat e njerëz dhe e gjendjen e tyre. Edhe asë njerë nuk ka shvonë, mos do i plak, për shkak se në Islam ki e zgjidhje, pra vleo të ndërshëm, Islami ka arë për t'i rujt këto pens, e nëse dikush a kundra këtirve pensve, s'ka dishim se është i dështuar. Islami ka arë për t'a rujt njerëzve dinin fen, Islami ka arë për t'a rujt jetën, për ata Allahu Azza wa Jall e ka urnu që mbyt si mbytet për t'a rujt jetë, jo për të mbyt. Islami vleo të për të rujt logikë mendim. Pin kime pare për të up, për të up mend më të shtrejta që Allahu Azza wa Jall ja ka dhonë. Për ata Allahu alkoholin e ka bon haram. Dhe Islami ka arë për të rujt nderin apo pasarësit, dhe për ata e ka rujt familjen dhe martesën, dhe Islami ka arë për të rujt pasurin. Këto janë simbolet, këto janë objektivat e Islami që ka ardhë, për ata ki Islam do të triumfon dhe sistemi botëror do të dështon, po Islami do të ngadhnjen me emnin Allahut Azza wa Jall, nga se a sistem i përzgjedhur i Allahut Azza wa Jall që do të ekziston derisa toka të ekziston. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.